Mund të thuhet pas një hezitim se Vera Grabowska është 73 vjeçarja më e bukur në Shqipëri. Me një trup elegant, pas 1 kilogram pipesh, veshje me stil dhe pamje që nuk tregon në asnjë moment se sa vite ka jetuar, Vera Grabowska është një shembull se si një femër duhet të jetë me kalimin e viteve. Gjithsesi, disa gjëra nuk mund t'ja lëm rastësisë. Vera ka patur fatin që përgjatë gjithë jetës së saj ka bërë punën që i pëlqen, ka patur në krah një bashkëshort artist dhe që është kujdesur shumë për të, pra mund të themi se jeta është treguar bujare me Vera Grabowskën. Ndërsa nëse flasim për punën e saj nga ana profesionale, ajo është e jashtëzakonshme. Nëse Vera kërkon diçka, ajo e merr dhe kjo gjë nuk ka diskutim. Për më tepër, nëse i sugjeron artistëve diçka, ajo i vë pikën fjalisë. Çka do të thotë që pas asaj që thot Vera, nuk lejohet më asnjë diskutim. Por ka patur edhe këngëtarë që kanë sfiduar haptazi. Këngëtarja Bleona Qereti ka treguar një episod interesant në marrëdhënien e saj me regjisoren Vera Grabowska. Ajo shpreh: "Unë isha 15 vjeç kur këndova në festival. Unë me atë rebelizmin tim, shkova te garderoba dhe përgjegjësia më tha: nëse të sheh Vera këtu, na mbyti të dyjave. Unë shkoj dhe marr veshje më ekstravagante për kohën dhe ndërkohë po mbyllja zinxhirin. Aty hyn Vera dhe më tha: ku shkon ti gjysmë e zhveshur? Unë ngela, ndërkohë që Vera mbylli derën dhe u largua e nervozuar. E kuptova që të dilja me atë veshje në festival, ku Grabowska është regjizore, përgjigjja ishte thjesht jo e prerë. Por unë gjeta një mënyrë që të më dilte ajo që kisha në mendje dhe vesha sipër një pelerinë. Dola në sken dhe në mes të performancës, hoqa pelerinën dhe Vera Grabowska e mbajti kamerën te unë dhe të nesërmen kur usjova, unë isha Bleona Qereti. Ky rebelimi im pati një impakt të jashtëzakonshëm dhe startimin e karrierës time, u shpreh këngëtarja.